Këshilli konstaton një fakt publik. Kallëzimi i parë i bërë në gusht të vitit 2024 është bërë nga Lulzim Basha, ish kryetar i Partisë Demokratike së Shqipërisë. Dhe kallëzimi i dytë është bërë në shtator të vitit 2024 nga, në mos gaboj, sekretari i Partisë Demokratike, deputeti Gazmend Bardhi, sot kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike dhe antar në Këshillin e mandateve dhe imuniteteve, për të cilin unë e kam theksuar dhe në mbledhjen e Këshillit që në rastin konkret ka qenë në kushtet e konfliktit pastër të interesit, pasi është edhe një nga kallëzuesit e kësaj vepre. Më vonë pastaj, në vitin 2025, këto dy procedime penale janë bashkuar në një procedim penal të vetëm dhe që sot mban një numër unik procedimi mbi bazën e cilit po zhvillohen hetimet ndaj deputetes Belinda Balluku. Vlen theksohet se viti 2024, pra koha kur u bën kallëzimet për këto, për veprën penale shkeljes barazisë në tendera apo ankande publike, të parashikuar nga neni 258.2 i kodit penal, që nuk është një vepër korruptive, është një vepër me natyrë administrativo penale, koincidon me një periudhë parazgjedhore dhe me një situatë sigurisht të nxehtë politike. Pastaj u zhvilluan zgjedhjet e 11 majit 2025 dhe fillma zgjedhjeve kemi përsëri një ashpërsim të gjuhës politike në këto drejtim, çka e ka shoqëruar për gjatë gjithë kohës këtë proces. Por në analizën tonë dhe vlerësimin tonë ne nuk jemi ndalur në këtë pikë. Nuk jemi ndalur në këtë pikë sepse respektojmë plotësisht qëndrimin e mbrojtjes, por dhe të qëndrimin publik të deputetes Belinda Balluku, që e konsiderojnë këtë çështje drejtësie dhe vetëm drejtësie. Dhe është fakt që në Këshill janë shmangur këtij qëndrimi në raport me rolin dhe natyrën e shqyrtimit që bën kuvendi. Pra, ne në këtë pikë i qëndrojmë dhe respektojmë qëndrimin publik, por dhe të mbrojtjes së kolegës tonë Belinda Balluku. Përjedhoj në vlerësimin e kërkesës provurisë posaçme sa i takon zëvendësimit të masës së sigurimit personal të ndalimit të daljes jashtë shtetit me masën më të rëndë që parashikon kodi ato të arrestit në burg, ne jemi ndaluar në vlerësimin tonë vetëm sa i takon strikt nevojës rëndimit të nevojave të masës sigurimit dhe nëse përmbushen kushtet ligjore për zëvendësimin e kësaj mase, sa i takon rreziku të prishjes provave, rreziku të ikjes dhe rreziku të kryesë një vepre penale më të rëndë.